puna po ta them troç. Kam shkuar më shumë vende, tha nuk më ka dalë parashikimi. I thash, e di si është puna, mos më thoj fare, do më thosh vetëm shenjën e horoskopit, se një astrolog që është i vërtet astrolog, sidomos unë nuk jam te planetaret, po jam te taroti, gjithmonë se kam, më pëlqen taroti, fusha ime, edhe nuk e ndroj, por është puna se një astrolog i vërtet duhet të zbërthej sekretin personit. Do të thonë, jo se është puna se ka dhe astrolog që bëjnë muhabete. Në momentin që bën muhabet thotë shiko se të njëjtë gjë. Unë të thash këto ti më the, më kupton? Po një astrolog që është tamam, mund ty Klea nuk të di asnjë gjë çfarë ke me të kaluarën tënde. Dhe në parashikimi që të ka bër, ti më the si mi gjete, më kupton? Që unë nuk kam ditur asnjë gjë për të kaluarën tënde. Dhe duhet ka të bëjë dhe energjia, ka të bëjë dhe intuita. Por duhet të jetë një astrolog që i zbërthejnë gjërat e tua. A mund të shikoj një astrolog filxhan? Jo, kam pas shumë bile. Shikoj se vim te filxhani, çdo njeri tani, se edhe ne kur kemi qenë të vogla, 17-18 vjeç, kur është na ka bërë për të parë filxhan. Por një astrolog do ri vetëm te letrat. Do ri vetëm te letrat tarot, se tani unë jam astrologe me letrat tarot, dhe tani të marr filxhanin i bie që të bëj të ngatroj kekun me byrekun në gjuhë popullore. Tani të lej letrën, të shikoj filxhanin i bie dhe astrologe dhe fallxore. Se kam marrë edhe këtë komentet negative, shiko se unë i them tani përdesa unë them astrologe spirituale dhe shikoj komentet fallxore. Edhe nga do njërë qesh me vetën time, them, po mirë, ku e pet ti fallxore, ku e pet ti filxhanin? Ose ka që shikojnë në filxhan dhe thonë filxhan tarot. Tani, si mund të marrësh ti letrën dhe filxhanit të shikosh tarot? Kjo është një gjë absurde. Ti shikon filxhan? Jo, nuk kam parë asnjëherë dhe nuk shoh për arsye se siç e themi ne që shrik. Se çdo njeri tani edhe kurioze është një person, ose çdo femër që bëhet kurioze që hajde se beson ti ato që shikojnë filxhan? Te fallxorët? Shiko, unë nuk kam besuar te fallxorët, por po flas që ka që t'i gjen, po flasim për të kohë të largëta. Nuk dua t'i shaj, se nesër pas nesër nuk i diet. Kurse ditë që na thot mendja neve të dyja dhe them Klea, hajde shkojmë te fallxori. Shopi në një fallë. Si do na vej situata neve të dyja, edhe i respektoj. Çdo njeri ka fushën e vet. I ke kolege fallxorët? Jo, nuk kam, por i respektoj. Do me thënë fallxori ka punën e vet, çdo njeri ka riskun e vet. Tani Elena, jemi në rubrikën e pyetjeve të shpejta që ti do zgjedhësh vetëm një alternativë. Atëherë, mbrojtje apo mallkim? Më mirë mbrojtje shpirtërore se sa mallkim. Okej. Astrologji apo magji? Më mirë astrologji se sa magji. Besim apo frikë? Besim. Mit apo realitet? Realitet. Krip e bardhë apo krip e zezë? Krip e bardhë më mirë. Energjia e mirë apo energjia e keqe? Energjia e mirë e keqe. Qiri i bardhë apo qiri i zi? Qiri i bardhë. Hëna e plot apo hëna e re? Hëna e re. Ëndër apo parandjenj? Parandjenj. Fat apo zgjedhje personale? Fat, çdo gjë është me fat. Ritual apo lutje? Lutje më mirë, se lutjet janë më të mira, pranoj. Nuk e thon kot që o Zot pranoj lutjet tona. Okej, mbrojtje shpirtërore apo një ndihmë psikologjike? Shiko, edhe ndihmë psikologjike do bëhet mirë, është diçka se çdo njeri nuk ka nevojë për astrologë, ndoshta ka edhe nevojë për psikologe. Se kam bërë sot dhe persona klient që ka për mua nuk je për psikologe. Okej. Syri i keq apo rastësi? Shiko, ka të bëjë dhe syri keq, nuk i thon që të ka kapur syri keq. Ja, e kuptoj. TikTok apo libra të vjetër? Më mirë të lexoj një libër se sa në TikTok. Astrolog serioz apo skeptik racional? Serioz, mëson serioz është shumë mirë. Të dish të ardhmen apo ta krijosh vet? Shiko, tani të ardhmen asnjëri nuk e di dhe unë si astrologe nuk e di të ardhmen time, se sot jam këtu, nesër pas nesër nuk e dihet. Dhe asnjëri nuk e di të ardhmen. Do me thonë letrat tarot janë thjesht që të japin një këshill, të japin një parashikje çfarë do ndodhi, do me thënë këtë muaj ose muajin tjetër. Po të ardhmen asnjëri nuk e di. Përveç Zotit. Dashuria apo obsesion? Po mirë dashuri se sa obsesion. Falje apo hakmarrje? Më mirë falje se sa hakmarrje. Okej. Dritë apo errësirë? Më mirë dritë se sa errësirë. Elena kurioze apo Elena e friksuar? Shiko, unë i thon një fjalë që kurishtja vret macën e bekuar,
dhe më kujtove diçka, ka qenë një gocë, do me thonë me të dëgjuar, ka qenë një gocë dhe Zoti si kishte dhënë fëmijë dhe në vend të fëmijës si jep një macë të bukur. Jep një macë të bukur dhe kjo për ditë i thoshte sa e bukur, sa e bukur, sa e bukur. Je dhe një ditë i ngort macja dhe i thot i lutet Zotit, o Zot pse ma more? Është gojdhën, dhe i thot Zoti, unë ta dhash, po ti do me thonë vetëm nga kureshtja, do me thonë, me kureshtjen tonë dhe ti e ngordh dhe këtë macet, do me thonë, kureshtja vret edhe macën e bekuar, se macet janë edhe të bekuara. Tani disa pyetje vetëm për ty. Xheloza apo romantike? Tani unë jam çik xheloze, si shenjë demi që jam, e pranoj dhe vetë. Na foli herë për jetën tënde personale, Elena, se mbetet u fol për ne, për magjit, për të na dhënë mend të gjithëve. Unë jam një tip që për jetën time private nuk kam fol asnjëherë. Do me thënë e kam mbajtur private dhe shumë mirë bën, por çfarë je xheloze ti, Elena? Tani xheloze në cilin kuptim? Në partneritet, Elena? Në partneritet. Kush është më shumë xheloze, ti apo bashkëshorti? Jo, ne jemi të dy që nuk jemi xheloz nga njëri tjetër. Unë jam çik xheloze, por përsëri e balancoj. Po romantike aje? Romantike jam unë. Ai kemi çik fanatik. Elena, tani do doja një mesazh për të gjithë shikuesit që na kanë parë, na kanë mbështetur, por dhe për ato negativët që na kanë sharë. Atëre, për negativët, le të rinë negativ, për pozitivët, le të rinë pozitiv. Atëherë unë duhet të falenderoj të gjithëve për mbështetjen, suportin dhe të gjithë komentet e mira që na keni dhënë dhe ju duam pafund. Ndërsa për ju negativët, mirë është të bëni pozitiv për paqen tuaj shpirtërore, por për ne nuk ka asnjë problem se ne jemi dhe më mirë kur kemi komente negative. Normale, na shtohet më shumë fama. Fama. Mos më ndiq. Mos më ndiq. Do të ndjek. Mos më ndiq. Do të ndjek në vibe më. Bravo, do të ndjek në vibe, Klea. Na ndiqni 2 herë në javë. 2 herë në javë në emisionin Klea Kiça Elena dhe Mollari do flasim për astrologjin, letrat tarot. Edhe do bëjmë ato që e tham me edhe bëjmë dhe për pastrimin e energjisë negative dhe telefonatat me klientë. Privatësia e klientëve do ngelet 100% sekret, do idh vetëm zëri, se do ruajmë dhe privatësi. Patjetër. Ju falenderoj shumë që na keni ndjekur. Faleminderit edhe ti, Elena. Faleminderit edhe të Klea. Do shifemi përsëri. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.